I dorë që të bëjnë tani, aty ke 15 tonë. Këtu çfarë të mjellësh prodhohet, kam qenë venali këtu. Tu s'ka të ri, shtëpi kemi shumë, por rob nuk kemi. Këtu jemi në fshatin Shirjan, ke familja e Rishit Gjardës. Neve merremi me punimet e tokës, me pemtarin. Kemi në baktit vogël, sa për të ushqy vetë me kalamajt. Këto mundohemi që punojmë qik, më marrim në gjë, majmë vetën të ushqemi. Kam edhe të niprit e mi, edhe të kanë një blok të tillë shumë vetëm. Se me kaj, sa kemi neve tokë, nuk e se qarë bon, ku i qonë, të shqitër. E ne kemi këto me periuda këshumë, disa vinë korrik, disa ngusht, nuk kam puna se kemi i dojë vetëm që të ikim të shesim, kupton, me 6 gjëllim tokë. Nektarin ka dhe tjetër me push, kjo, po është, ajo me push është në shtetë, bëhet në shtator. është qik me vonë, ja kështu me këto. E mundim me shumë, edhe me hargjime shumë të mëdha. Ka një spërkatje të madhe, do një ushqim. Se po e pati ushqim pa tjetër, po neve kemi të gjithë shtretë, da që to plere, da që da gjatë tjetër. Edhe tregu s'ka fare këtu ka neve, i ka rënë fare se s'ka më popullsi ku të hajdu. Kush da qoj, dalë ati ke rrugën, ati ishe ke rrugën pe. Marri arkët jem në qoj që sa pare dhe bëj. Kështu që duhet se s'bën një gërmullim të marri shtetit të gërmullojmë i vend, ose ne fim të gjithë. Bashkohen të gjithë që të qoj se kur ka i pikë gërmullimi, e marim në të gjithë e ne qëmë në pikat e, kështu që vjen ai tjetëri, e fermeri, ai tjetëri, ai pronari që i merë, e mush ma unën e ikën, shitët. Kështu që duhet pa tjetër, duhet bëjë një atilë. I dorë që të bëjën tani, mund të bëjë deri 20 spital. I dorë vetëm të një. Kështu që vete, të 70 kujta lajtë më shumë nuk vete. Komplet. Aty ke 15 tonë. Edhe për parë se kemi pas tokë privat për parë. Edhe për indemi, në me bujësi e marrë gjithmonë. Me blegtëri, po sot s'ka më blegtëri, 5 kokë dhej majmë gjithë aty majmë. S'ka, o bloku gjithë komplet puna. Njeri s'ka, rinje ka ikë, kemi një vetë me plejtë. Ja, si në Shqipi shumë. Kam qenë venali këtu, lindë, edhe plakot, ne jemi venali, kemi qenë pak shtëpi. Sot kanë ardhur në gjithë kratë, mushë platë kanë ikë. Kanë me gru, kanë ardhur tjene në malësijet e ne edhe, o mushë këtë fshati. Shtëpi kemi shumë, por rob nuk kemi. Në janar, duhet filloj rëndë për krasitja kësaj. Që krasitet, dhe duhet bës përkatja. Dimërore që i thomë neve. Në shkurt, bëhet përsëri një tjetër. Se kjo dojë qik punë të madhe shumë, se ka jo gjethet për dreth, se jo i bim morë jone që i ka hangu ato që i ka bëhë cura këshu. Duhet i qik, do plenimi i parë, për duhet. Tani do i plenim tjetër përsëri, që ka tani me këtë kohë, edhe para pjekë që do i plenim tjetër, që të heci, zhvillohet. Do vaditjen. Kjo do ve ushqim dera dite që të marrë nara. Duhet hargjimet më e. Tani me i dorë të vogël që kam fillu. Të tjetërën mund të filloj në 20 korriku. Kjo është një zonë shumë pjellore. Këtu çfarë të mjellësh, prodhohet. Çfarë do të mjellësh tu prodhohet, da që grunit, da që misri, da që blegtorin, lopën në tjetërën, këtë gjitha. Perimen, çdo gjë. Tu millej. Është një vend që millet 2 herë në vit. Jo domate, jo spete, është vend shumë prodhues. Po duhet vetëm punë. Vend një bekur me vërtet, ashtu është. Po jemi qik mallkur po. Që e dalim gjatë vapës neve, ne punojmë deri në mjesi në orën 10, edhe masi marrojmë në orën 10 neve, rrime 2 orë pushim aty edhe mim dalim prapë në vapë. Dhe se të haj shpirtin. I them që, halë kujt i them, tu s'ka të ri, të keni bashkim, punojmë bashkë, si që amu me vlezë për shembull, me nipra, se kemi dhe bloket, banë mirë që të bashkohen, edhe, pa e do e rrim dot. është e pa mundë Mohamedi mu. Unë jam Rishit Gjardja, në fshati Shirjan, dhe kultivoj nektarin, pjeshk për kompost, pjeshk me pushk,